Por unë doja të di se ne deri tani e trajtojmë ADHD-n ashtu siç është në fakt. Është një gjë që shoqëron njeriu, të tërë nuk jemi perfekt, të tërë jemi të përsosur në papërsosmërinë tonë, dim të menaxhojmë dhe të jetojmë kështu siç jemi, por kur bëhet problem vërtet ADHD-ja që duhet të ndërhy dhe do t'i marrë me radhë prindi edhe shkolla për këtë fëmijë. Kur një fëmijë vërtet shfaq një problematik me ADHD. Ne e trajtuam deri më tani si një problem i një sjellje me lëvizshmëri, si një sjellje që e vëzhgojmë, por në fakt ADHD-ja duke qenë një çrregullim neurozhvillimi, një fëmijë mund të sjellë pasoja për shembull në ecurinë akademike. Pra, nëse ndihmohet korrekt ose nuk e ka këtë çrregullim, mund të arrijë të marrë shkollën e lartë që do me radhë. Nëse ka këtë çrregullim dhe niveli i pavëmendjes është shumë i lartë, mund të mos arrijë do të marrë 8 ose 10 që për nga ana njose apo kognitive apo inteligjenca e tij e shpërndajë realizueshme. Mund të mos arrijë aty ku duhet. Kjo është një nga pasojat që vjen re rëndom në moshat shkollore. Qofshin këto djemë e qofshin vajza. Në të njëjtin po në sjellje ka agresivitet ADHD-ja, shkon në agresivitet. Çfarë ndodh me ADHD-n është që jo vetëm që simptomatikat e larmishme mund të kenë edhe çrregullime të sjelljes, pra prishje të orës së mësimit deri në sjellje të qëllimta të ndaj mësueses apo shokëve, që bëhesh vërtet subjekt i pakënaqësive në ambientin social, por edhe në mëngjer në shkollë. Deri në pasojat afatgjata që vijnë, i themi afatgjata ne se merrem me fëmijë të vegjël, por në fakt në moshën adoleshenciale janë ngasje për përdorim duhani, alkooli, drogrash, pra kanë më shumë predispozit. Pse kanë më shumë predispozit? Sepse kanë atë që quhet impulsivitet. Një nga simptomat e ADHD-s është impulsiviteti, pra pamundësia për ta frenuar veten. Për shkak se nuk mund të mendojnë se cila do jetë pasoja një veprimi të bërë. Pra, nëse në një fëmijë të vogël ka pamundësi të kuptojë që po ja lëshoj dorën nënës dhe kalon rrugën, mund të vi makina dhe ta shtypi, ta zëm. Një adoleshent mund ta ketë të pamundur të kuptojë që nëse sot bën këtë veprim, që mund të jetë një veprim që i sill kënaqësi të menjëhershme, se kjo është një nga simptomat, pra që ka pamundësi të presi kënaqësinë apo gratifikimin. Këtë e kanë fëmijët e vegjël, por dhe ne të gjithë në një moment caktuar, po përpiqemi ta trajtojmë me ndihmën e shumë faktorëve në familje, njeriu përpiqet që të maturohet, që të thotë pret momentin kur gratifikohet. Pra ne bëjmë një veprim dhe mund ta presim të mirën e këtij veprimi edhe me ditë, edhe me vite. Pra mësohemi që ta bëjmë këtë gjë. Tek fëmijët me ADHD dhe tek adoleshentët nesër dhe te të rriturit pas nesër, pavarësisht mënyrës se si shprehen, kanë pamundësi pra që të ruajnë jo qetësinë, po të llogarisin pasojën e një veprimi impulsiv. Për shembull, do jap një shembull, ndoshta do shkëputemi pak këtu si për ta kuptuar të tjerët, që të ndodh ndonjëherë të shkosh në një qendër tregtare edhe të mos kesh fare mendje për të blerë diçka për vete dhe bën një blerje impulsive, për cilën mund të ndihesh keq, mund të ndihesh shumë i gëzuar, nuk ka lidhje. Kjo është një nga situatat më benigje, dhe që ndoshta i ndodh. Jo, nuk ju nxorra me atë, po ju them se cila është jo. Shkoj për të blerë një gjë dhe dal me. Dua të them që veprime impulsive, të ngjashme me blerjet impulsive, janë të zakonshme. Në momentin do ta kesh këtë shtys për shumë aktivitete të jetës, që do të thotë që të hysh në, për shembull, të hysh në marrëdhënie romantike pa llogaritur se çfarë po bën, apo me impuls, po pra. Në këtë kuptim, mosha e adoleshencës ose para adoleshencës paraqit situata të cilat jo vetëm abuzimi me të cilat sillin pasoja të tjera, por edhe ankthi, edhe depresioni janë komorbide. Pra, ky grup fëmijësh me ADHD është më i prirur të bëj komorbiditet apo bashkëshoqërim me situata të tjera psikiatrike, siç janë
ankthi, depresioni, ndonjëherë. E kuptoj. Pra duhen parë me kujdes që në fëmijëri në mënyrë që të mos kemi një të rritur që shkon tek to. Në mënyrë edhe shiko, edhe pa e menduar në formë alarmante që bose në të ardhmen do ndodhi kjo, një fëmijë që diagnostikohet me ADHD duhet ndihmuar edhe për simptomatikën e momentit. E kuptoj. Duke menduar gjithashtu që të jetë më rehat me veten dhe më i përputhshëm me situatat sociale për gjatë gjithë fazave të jetës ose etapave të zhvillimit. Sonira, ti ke një projekt për shkolla dhe unë të mbështes shumë sepse e di që shkolla është një pjesë shumë e rëndësishme. Ne mund të flasim pafund, themi ato klishet, prindit vetën, shkollat vetën, bashkëpunimi prind shkollë etj, ku diun ca tre këndsha që bëheshin dikur që janë shumë të mirë fakt, por ku konsiston ky projekt dhe në bazë të studimeve si është situata e fëmijët me ADHD-n dhe pse duhet ky projekt pilot, çfarë është? Ne jemi një grup mjekësh që të organizuar si në mënyrë vullnetare në umbrellën e një shoqate, menduam që Shoqata Mia, po, Medical Institute of Albania. Iniciojmë të fillojmë një strategji të lidhur me ADHD-n. ADHD është një çrregullim që në disa popullata shkon edhe në 15-20%, që është shumë. Po le të themi edhe 3 deri në 10% sikur të jetë, ose 3 deri në 7% sikur të jetë, që do të thotë në një shkollë me 200 nxënës të kemi 14 fëmijë të tillë, për të cilëve 3 femra dhe 11 meshkuj, po them një, që të ketë një tablo se si mund të jetë. Pse jo të kuptojmë se sa është kjo në Shqipëri. Është një iniciativë e mbështetur nga AB Bank, duke gjetur një bashkëpunim gati ideal me drejtuesit e AB Bank. Vendosëm që të gjejmë këtë prevalencë pikësore, po themi, pra në 3 shkolla të Tiranës, të cilat mbulojnë një zonë mjaft të madhe të moshave 7, 6 dhe gjysmë 7 deri në 11-12 vjeç. Kjo është mosha në të cilën evidentohen më shumë të dhëna. Dhe jemi duke e bërë këtë. Me idenë për të gjetur se sa realisht ka fëmijë të prekur, pra që plotësojnë kriteret në këto shkolla tona dhe si mund të ndihmohen. Kjo nuk mund të jetë një prevalencë për gjithë Shqipërinë, do jetë vetëm orientuese, por pse jo? Ka një prirje. Studimet e prevalencës zakonisht po nuk u mbështeten nga njerëz pasionantë, siç kemi gjetur në tek AB Bank, zakonisht nuk ndodhin për shkak se kanë shumë punë dhe shumë kosto. Edhe vendet zhvilluara bëjnë shumë studime për prevalencë të cilave ne ju referohemi, pastaj duke qenë se nuk është se ka një karakteristikë shumë specifike në përgjithësi. Ndosë ADHD ka një karakteristikë që lidhet me vendin, me kulturën, me ndikimi ambiental, po themi. Dhe ne kemi gjetur deri tani një shifër orientuese, pra jemi tek 8% e popullatës të këtyre fëmijëve, të këtyre shkollave, dhe jemi duke në atë fazë që po përpiqemi që të ndërtojmë një klasë të dedikuar brenda shkollës që të ndihmojë vetëm aspektin ku ADHD ka lënë një pasojë, që do të thotë aspektin e procesit mësimor. Pra, mësuesit po trajnohen që të punojnë në mënyrë specifike me disa fëmijë. Fëmijët me këtë çrregullim, që janë brenda një grupi 20 veta, 27, 37 veta, e kanë shumë të lehtë të mos bie në sy për aftësitë e mira që ata kanë. Dhe duke qenë se futen në një rreth që të tjerët i shohin që mos e ky nuk e di, vetvlerësimi ulet, pastaj nuk mëson, pra fillon një si cikël jo i këndshëm personal tek këta fëmijë dhe performanca vjen duke ulur. Nëse këta fëmijë për shembull bëjnë, ta zëm një gjë që unë ja them në përgjithësi mësuesve kur i takoj ose prindërve. Nëse mësuesja juaj do të kishte mirësinë që mbas 10 minutave të para ti thoshte që në vesh, tani ti mund të bësh vizatim, mund mos e kesh mendjen, do bësh 10 minuta pushim, pa e nxjerr nga klasa se nuk që mos të bëhet të diferencohen në shumë aspekte në shkollë, nëse ti mund të dalësh për 10 minuta dhe pastaj të mos kesh vëmendje, të bësh një gjë tjetër, të rikthehesh në mësim, kjo do ishte shumë më efikase se sa po të rish një vëmendje dhe të thoshim që të lutem ti filan, ke mendjen këtu, pse e bën këtë. Pra, disa metoda të tilla ndërhyrje të sjelljes, por dhe disa programe specifike që quhen programe individuale të ndërhyrjes në varësi të
boshllëqeve që ata kanë, në cilat lëndi kanë. Për shembull, zakonisht fëmijët me ADHD kanë vështirë të mësojnë të lexojnë ose të shkruajnë. E kanë më kollaj me matematikën. Tash të mësosh të lexosh do ca shumë vëmendje, sepse duhet që të jesh atje tek libri, të bashkosh shkronja, po flem që kur janë të vegjël, ata nuk e mbajnë, shikojnë pak edhe pastaj vazhdimin dhe zakonisht kur ne I vëmë të lexojmë është nga provat, ata e përfundojnë fjalën si duan vetë. E fillojnë fillimin. E di këtë. Pra, janë disa mënyra që mësuesit vërtet edhe unë ne kemi gjetur mësues shumë pasionant në shkollat ku kemi bërë këto trajnime, mund të gjejnë çelësin për suksesin e këtyre fëmijëve, po nuk është fjala tek suksesi akademik, është fjalë tek suksesi me veten. Edhe jam shumë entuziaste, besoj që na ecim mbar.